Si çdo të premte, e dini shumë mirë që studion tonë zbukuron Donieta Bobi. Përshëndetje Hello, Edi. Doni, Përshëndetje hello, Doni. të gjithëve. Mirëmëngjes Doniet. Mirëmëngjes Bredi. Çabone. Çahet. A pushove? Po mirë. Si ishte kinemaja hyrje hana këtë javë që lam për mbrapa? Këtë javë ishte normal që shumë mirë, si çdo javë tjetër. Premierat që i kum prezantu këto kanë pas shumë sukses. Ka pas njerëz që janë ardhur me shiku filmat, edhe këta të premierës edhe ata që i kemi rish faq premierat e javës së kaluar. Enzo ka ardhur djalja me pa film horror për orës 21. Ai ka pëlqy? Vetëm domethënë. I tha edhe mi po e thash jo. Ati jo që i ka pëlqy, po ajo është i pasionun pas atij zhanrit, edhe normal që i ka pëlqy. Megjithatë, shumë ma shumë pra mos ai vogëlo me kritika. Pat kritika tha i kishin bo ata lugata, ata shkam i thonë atë ne, ai ka kritika vizualisht, sepse e mirët me e ka qatë sy. I thash ani djalja, më bone ti me pas kritika, çka më bo, heri shola. Domethënë gjithçka ken rregull. Po. Pa problem. Gjithçka në rregull. Cila ke premiera ma e folne, që e kin dëgju njerëz të fol këtu. Horrorat, mas shumë tipi. Do nuk ka tragjedi që janë zot pëlqen horror. Jo, sash. Krejt domethënë mend të presin më art premiera e re horror, që në shkurt kemi më pas premiera të reja horror të këtij zhanri. Por kemi më pas edhe filma shqip. Një kemi këtë javë, por edhe në shkurt e kemi një premierë e shumë pritur, që ka bë buj shumë të madhe. Po vje shkurti sigurt, a? Po erdhi më në fund të zonis. Shtash edhe janë ditë vjen. Ja, kemi në kalendar ka shkurt si vjeta hiç, për del mars fill. Janor mars. Shkurt veço. Kemi mi pas një premierë shqiptare me 14 shkurt në ditën e Shën Valentinit. Loja e fundit nga Luiz Eli dhe Kiara Tito. Një super film që më nxjerr të prit krejt më ardhmi pa. E atë ditë na i kemi bë 2 orare në orën 19 dhe 21 për ju. Se ka shumë fluks të madh edhe jemi detyruar t'i bëjmë 2 orare gjatë asaj dite të premierës. Perfekt. Por Edi, këtë javë nuk e marr vish me një premierë. I kemi 3 premiera të reja në kino hyrje hana. Wow. Për secilin prej jush. Për punën e hyrje hanës edhe juve këtëve si ekip. Faleminderit. E fillojmë ditën ose fundjavën sonte me një premierë të shumë pritur edhe kjo. E kemi premierën Tom and Jerry, filmi animuar më i pëlqyer i të gjitha moshave, por tani vjen me një histori të re. Wow, nostalgji, interesant. Shumë film i mirë. Tash është më i pëlqyer i të gjitha moshave, dhon pa kom qef më ardhmi po edhe Edi, edhe fëmijët, edhe krejt. Sonte mos më mungu në kino hyrje hana. A ki pa punën e Tom and Jerry, gjithë ditën rrinë cullak, kur shkojnë në plazh veshin tesha. Veshin kupaçe. Bash. Me kupaçe Tomi dhe Jerry. Atëherë, kjo premierë do të rishfaqet 3 ditë. Sonte si premierë e premte 30 janar në ora 18, e shtun 31 janar në ora 16, edhe të dielen një shkurt në ora 13, por Edi, e kemi përgatit edhe një pako për këtë premierë, Tommy Jerry Pak. E kemi një kaprison, një popcorn S edhe një bilet për vetëm 5 euro. Wow. Tom and Jerry. Nëse dan mi shiku këtë film edhe mi shiju hala ma mirë, merë edhe këtë pako edhe ta më në shijon. Po kësmet mi marrë edhe i pako edhe një bilet edhe për të knoq. Bileta është në pako Edi. Po mirë dhe pako edhe i bilet edhe merë. Do më thonë edhe njerë, e keni ofertën për nostalgji. Unë e besoj që kom mush komplet të kinemaja jo veç me fëmijë. Edhe jo veç sonte, po edhe shtunën edhe të dielen. Edhe shtunën e dielen. Sepse ka interesim shumë të madh për këtë super film të animuar. Por vazhdojmë me premierën e dytë. Premiera e dytë e kësaj jave është filmi Melania. Është një dokumentar që eksploron jetën, imazhin edhe botën e brendshme të një gruaje që ka qëndruar shpesh në hije, por gjithmonë në qendër të vëmendjes. Pra po bëhet fjalë për Melania Trump. Një super film për adhuruesit e filmave dokumentar. Ju sugjeroj më ardh edhe ju ftoj sonte, nesër ashtu, 31 janar në ora 18
Pra premiera Melania Trump në ora 18. Ju ftoj të gjithë më ardhe dhe mi pa. Do më thonë, ky është filmi eksperimental në ashtaj asaj, se tash dhe me. Që ka qëndru në hije, po gjithmonë në qendër vëmendje sukun. Pra, kemi edhe një Edhe premier. një premier shqiptare, një komedi shqiptare, Falli 2. Polli 2, hajde më Përmes nësëm sit- qitë falë. Përmes situatave komike, filmi synon të godas fenomene të realitetit shqiptar, duke nxitur publikun të reflektojë mbi vlerat edhe marrëdhëniet njerëzore. Si me thonë, hajde më nësëm qitë falë, o që këpin? Eu, Shqipe tona, hajde më Një nësëm komedi qitë falë. shqiptare. Hajde më nësëm qitë falë që ka thonë Pidoni. E kjo premier Disa është forte- nesër. A mi thonë këtu ne, se s'pi thuni sto, a kanë marrë shtofi? Jo. Kërku shiqa? Jo. Tash mi marrë ato me veti, mi qitë, Falli. mi ja këshirë fallin Mi ja këshirë. velsës. Qapi del. Jo, s'ka qepin, saksi Kush po të thot? Nuk do më thonë mi besu. Ashtu pesh përsaj. E kisha ngu pak e sa më. Jaj! Jo, pe thot. Atëherë, kjo Për dyshe premier velë sa o e qëtu, di. për dyshe velë sa o qëtu, për ti jam falë, velë sa o qëtu, halo nuk e ka marrë guximin me dollë qëtu. Vish, s'ka Shumë ku i, shpejt ka marrë. s'ka ku i. Qarë, Bashkë me mu. okej. Po, ndonjet? Atëherë, kjo premier është nesër, e shtuna 31 janar, do me thoni kemi 2 premiera nesër. Kjo premier Falli 2 komedi shqiptar është në ora 20, për edhe në rishfaqe të dielen, në shkurt në ora 18. Pra 3 super E premiera. kemi edhe kalendarin E që kemi edhe kalendarin javor, ose kalendarin e fundjavës. 30 janar në Duke shkurt. filluar Që një sonte. shkurt, i që pas ka shkurt. Erdhi, gëzoho. Atëherë, sonte 30 janar i kemi 2 filma. Në ora 18 premierën që sapo ju tregova Tom and Jerry, edhe në ora 20 The Housemaid. Vazhdojmë të shtunën 31 janar, Një princeshë rebele, në ora 16 Tommy Jerry, në ora 18 Melania Trump, në ora 20 Falli 2. Edhe përmbyllim javën të dielen në shkurt, në ora 13 Tom and Jerry, në ora 16 Zootopia 2, edhe në ora 18 Falli 2 e përmbyllim ditën e diel me Return to Silent Hill në ora 20. Yes, Në super kalendar me shumë filma të ndryshëm, me zhanër të ndryshme, që ju ftoj të gjithë më marrë dhe mi shiku edhe mi shiju filmin në kinema. Edi, Qarë bjeni për Finlandës që nga ka shku, vish këshërë? hajde, Apo mund është mi papi që e atje? nuk shoh lërë. Po, i ka shkru 10 numra, me pauzë dhe numër atë telefonin. Dhe me kjep një bileta. Hajde, Përshëndetje Edi dhe gjithë stafi televizionit Syri, a mos po doni bor kualitet nga Gjermania. Bor kualitet nga Gjermania, Recep Kelmendi miku jon, edhe nga ka dërgu 2 foto. Që është tonë kjo bor në Gjermani. Wow, Po. wow. Req, falënderit shumë, moni atë borë se neve me në gjithë kjo borë na denjë qëshor nuk na hekin. nuk thile. Mesim që të na zapa përgatit. Qa po të dënjet me jap në Japim dhurata? 10 sekonda. Me jap 2 bileta, po. Kush telefonon në numrin 048 801 i fiton 2 bileta falas në kino Hyrje Hana, Dhe- duke e përzgjedh filmin vet, Pek se zgjidh cilin film don vet edhe. në cilën di. Alo, Allo! Atëherë, fillojmë. 10 Non, Te 7, Qa vjen mas shoqit? 5 jo, ti e 6. O po, hajtë tash përsi qoba një dom 7 edhe herë Hajde, mirë, 6. A për 6 të sham? Po. Po një mërë thërë, një mërë se u mita të japë for 5 4, 3 2, Dennis Lim basta 1 edhe mbaruan. Donjeta, faleminderit shumë për këtë të Faleminderit, informacione, Edi. për punën, për këtë që një do i bojnë Kinemani Hyrje Hana. Faleminderit shumë. Shihem te Tom and Jerry. Po, edhe të 2 premiera tjera. Për mja tjera. Ej. Mirëmëngjes.
just get best. Mirëmëngjesi. Muzikë. Ama mirë këtu, a atje.